Autoriteti për informim mbi dokumentet ish sigurimit të shtetit dje në ditën e Shën Valentinit ka sjell në Korçë një libër që përmban një histori dashurie dhe qëndrese nga Lek Pervizi me titull Odiseja e pafajësisë. Aktiviteti u zhvillua në bashkëpunim me Bashkinë Korçë dhe Klubin e Librit në Universitetin Fannoli, nën moton të mësojmë nga e shkuara. Student, pedagog dhe qytetar të tjerë kanë diskutuar mbi këtë botim mjaft interesant që sjell historinë e vërtetë të Valentin Pervizit. Personazhi në fjalë ishte një oficer i shkolluar në Itali, i cili vendos për atë dashuri të kthehet në Shqipëri dhe pastaj pasi provon të gjithë vuajtjet gjatë gjithë viteve të diktaturës komuniste, në vitin 90 kthehet tek bashkëshortja e tij italiane që e priti për 47 vite. E pranishme ka qenë edhe mbesa e autorit, Eva Pervizi, e cila ka udhëtuar nga Amerika për të ardhur në këtë aktivitet. Ajo tregon se e gjithë familja Pervizi ka kaluar vuajtje dhe persekutime gjatë sistemit komunist, ndërsa vetë ajo ka lindur në internim. Na vjen shumë mirë si familje që shqiptarët, autoriteti po flasin për librin e Valentin Pervizit. Familja jonë Valentini është i biri preng Pervizit, familja jonë ka hequr shumë në komunizmin, por duke tregu historinë tonë, është tregu historia e shumë kujt që ka heq në komunizëm. Klubi i Librit, i cili është çelur pak kohë më parë në Korçë, është një pjesë integrale e platformës digjitale që autoriteti i dosjeve është duke e plotësuar me aktivitete të ndryshme dhe materiale burimore e didaktike që janë të hapura për të shfrytzuar nga qytetarët dhe për të mësuar nga ajo pjesë e errët e historisë së Shqipërisë e pashkruar më parë.